Luis Eli ka arritur një tjetër sukses të jashtëzakonshëm, këtë herë në arenën ndërkombëtare të fansave të formatit Big Brother. Në një listë të publikuar nga një faqe e njohur e dedikuar këtij formati në vende të ndryshme të botës, fenomeni shkodran renditet në mesin e lojtarëve më të mirë në historinë e Big Brotherit, për krah emrave si Victoria Beckham nga Big Brotheri Angli, Zach Reince nga Big Brotheri Amerikë dhe Chad Johnson. Në këtë renditje, Luisi vlerësohet jo vetëm për strategjinë dhe inteligjencën që tregoi gjatë qëndrimit të tij në Big Brother Albania 2023, por mbi të gjitha për aftësinë e rrallë për të krijuar lidhje emocionale të forta me publikun. Ai cilësohet si një nga emrat më të njohur shqiptar që kanë dalë nga ky format dhe që ka lënë gjurmë të thella në memorien kolektive. Ky vlerësim është shumë më tepër se një arritje personale, është një dëshmi se Luisi ka kapërcyer kufijtë e një spektakli televiziv dhe është kthyer në simbol të dashurisë dhe përfaqësimit të publikut shqiptar. Me thjeshtësinë, zgjuarsinë dhe spontanitetin e tij, ai ka bërë për vete një kom të tërë. Fansat nuk kanë vonuar të reagojnë. Je krenaria e Shqipërisë. Të shohim në këtë listë është emocion i madh, shkruan një ndjekse. Kur s'ka pasur një lojtar si ty në Big Brother, as këtu, as jashtë, thot një tjetër koment. Luisi, i cili vazhdon të mbetet ndër figurat më të dashura publike, e ka dëshmuar sërish se lidhja e tij me publikun është unike. Me çdo postim, me çdo reagim, ai na kujton pse e meritoi jo vetëm fitoren, por edhe zemrat tona.